Po nisim pikërisht me situatën e motit në Tiranë, aty ku sot dhe nesër do të vërejmë që do të kemi reshje shiu me një intensitet mesatar deri në të lartë në momente të tjera të ditës, sepse deri më tani ende nuk vërehem problematika me reshjet e shiut. Temperaturat shkojnë sot nga 8 gradë minimalja në 11 gradë Celsius më e lartë që regjistron termometri, dhe nesër nga 4 gradë në orët e para të ditës në 12 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo është situata për kryeqytetin, ndërkaq ndalemi në qytetin e Durrësit e kemi të qartë që në fakt qyteti i Durrësit ka qenë një prej qendrave më problematike gjatë këtyre ditëve sa i përket reshjeve të shiut. Intensiteti i reshjeve ka çuar në përmbytje të disa rrugëve, të banesave, një situatë kritike dhe fatkeqe me cilën banorët janë përballur. Reshjet do të vijojnë edhe sot dhe nesër në qytetin bregdetar të Durrësit me temperaturat që shkojnë nga 11 gradë minimalja në 15 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri, dhe nesër nga 7 gradë në orët e para të mëngjesit. Temperatura më e lartë që do të regjistrohet në qytetin e Durrësit do të jetë 14 gradë Celsius. Kjo është situata edhe për këtë qytet të Shqipërisë, sa kaq ndalemi në Elbasan me qytetin e Radhës, ku po prap vërejmë se do të ketë reshje shiu. Ndoshta një përmirësim pritet të ndodhë për gjatë orareve të ndryshme të ditës, sepse sigurisht ne edhe e kemi bërë me dije me meteorologë nga Instituti i Gjeoshkencave, premtja do të sjellë një lehtësim të reshjeve të shiut, po megjithatë ato do të rikthehen vrullshëm sërish në fundjavë. Por të paktën deri më tani vërejmë që edhe Elbasani është i tillë, me reshje shiu me një intensitet mesatar deri në të lartë, me temperatura që shkojnë ditën e sotme nga 6 gradë minimalja në 9 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri, dhe nesër nga 3 gradë në orët e para të ditës. Maksimalja që do të regjistrohet për gjatë orareve të mesditës do të jetë 9 gradë Celsius. Për të vijuar tashmë me qytetin e Fierit, sot në Fier kemi një përmirësim të kushteve të motit, situata do të jetë më e favorshme, kthjellime dhe vranësira dhe temperatura që shkojnë nga 9 gradë minimalja në 11 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri. E nesërmja, pra e shtuna e kësaj jave, dita e parë e fundjavës do të rikthej edhe një herë reshjet e shiut në këtë qytet. Me temperatura që shkojnë nga 4 gradë në mëngjes herët në 13 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo situata për qytetin e Fierit, ndërkaq ndalemi në Berat. Në Berat sot dhe nesër kemi reshje shiu me intensitet mesatar deri në të lartë, me temperatura që do të shkojnë ditën e sotme nga 6 gradë minimalja pra në orët e para të ditës në 10 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri, dhe nesër nga 3 gradë në orët e para të mëngjesit në 11 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo është situata për qytetin e Beratit, ndërkaq ndalemi në qytetin e Radhës, jemi në Korçë. Korça sot ka një përmirësim të kushteve të motit. E dim që ditën e djeshme zbardhi nga bora, ushtrua tapeti i bardh në qytetin e Korçës, i cili le të themi mori të gjitha të madhështinë e tij pikërisht prej reshjeve të dëborës, por dita e sotme do të sjellë kthjellime dhe vranësira me temperatura që shkojnë nga 3 gradë minimalja në 5 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri. Sa ka dita e nesërme do të rikthejë reshjet e shiut, temperatura do të shkojnë nga -2 gradë në orët e para të mëngjesit në 5 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo është situata e kushteve të motit sot dhe nesër në këtë të premte dhe nesër në ditën e shtunë të javës edhe për këtë qytet të Shqipërisë. Tashmë është momenti të ndalemi në qytetin e Vlorës. Edhe këtu kemi parë një situatë problematike, të paktën në zonat rurale, në disa prej fshatrave të Vlorës. Situata vërtet ka qenë dhe vijon të mbetet, edhe pse tashmë gjithmonë duke u menaxhuar disi kritike, megjithatë urojmë dhe shpresojmë që të ndihmojë sadopak në balancimin, ekuilibrimin e situatës, kjo situatë e sotme e kushteve të motit, ku vërejmë që do të kemi kthjellime dhe vranësira para shiu me temperatura që shkojnë nga 11 gradë minimalja në 14 gradë Celsius më e larta që regjistron
termometri për gjatë orareve të mesditës. Dita e nesërme do të rikthejë rreshtet e shiut edhe pse me intensitet të ullët dhe me kthjellime për gjatë orareve të ndryshme të ditës. Temperaturat konkretisht ditën e sotme shkojnë nga 11 gradë minimale në 14 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri dhe nesër nga 6 gradë në orët e para të ditës në 15 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo është situata e kushteve të motit për qytetin e Vlorës. Ndalemi tashmë në Gjirokastër, aty ku vijojnë në rreshtet e shiut në këtë të premte, por edhe nesër në të shtunën e kësaj jave me temperatura që do të shkojnë të nesotme nga 4 gradë minimalja në 7 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri dhe nesër nga 0 gradë në orët e para të mëngjesit në 10 gradë Celsius. Kjo do të jetë temperatura më e lartë që të regjistrohet për qytetin e Gjirokastrës. Vijojmë tashmë me qytetin e Radhës, do të ndalemi në qytetin bregdetar të Sarandës. Sot kemi kthjellimet e vranësira, prelargohen për pak rreshtet e shiut me temperatura që shkojnë nga 8 gradë minimalja në 10 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet pikërisht për gjatë orareve të mesditës dhe nesër rreshtet e shiut rikthehen me intensitet mesatar deri në të lartë me temperatura që shkojnë nga 5 gradë në mëngjes herët në 13 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Me Sarandën përfundojmë me Shqipërinë Jugore për të zhvendosur tashmë në veri të vendit, nisim me Tropojën, në të cilën dita e sotme dhe e nesërme do të jetë me rreshtë shiu me intensitet mesatar deri në të lartë me temperatura që do të shkojnë sot nga 3 gradë minimalja në 6 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri për gjatë orareve të mesditës dhe nesër nga 1 gradë në mëngjes herët në 6 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo situata për Tropojën. Ndalemi tashmë në qytetin e Radhës, jemi në Puk. Edhe në Puk po ashtu kemi rreshtë shiu sot dhe nesër, temperaturat do të shkojnë nga 2 gradë minimalja në 5 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri dhe nesër nga 2 gradë në orët e para të ditës në 6 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Kjo situata edhe për Pukën. Vijojmë me njëherë me qytetin e Kukësit. Sot dhe nesër kemi rreshtë shiu me intensitet mesatar deri në të lartë me temperatura që ditën e sotme do të nga 4 gradë minimalja në 6 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri dhe nesër do të vërejmë se kemi një rënje me 4 gradë në temperaturat e mëngjesit, pra në temperaturat minimale, duke shënuar kështu 0 gradë Celsius në mëngjes herë dhe 6 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Zhvendosemi në qytetin e Peshkopis, vërejmë që edhe këtu kemi rreshtë shiu me intensitet mesatar deri në të lartë me temperatura që ditën e sotme do të shkojnë nga 3 gradë minimalja në 4 gradë Celsius më e larta që do të regjistrohet. Dhe nesër do të kemi pashtu një rënje të temperaturës minimale me 3 gradë, do të shkoj në 0 gradë Celsius termometri për gjatë orëve të para të ditës për qytetin e Peshkopis dhe 4 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës, shka përkon edhe me temperaturën më të lartë që regjistrohet në këtë qytet të Shqipërisë. Për të ndalur tashmë në qytetin e Radhës, ndalemi nga Peshkopia në Shkodër, shi sot dhe nesër, kështu që çadrën gjithmonë me vete. Jo vetëm ju që jetoni këtu, por edhe në çdo qytet tjetër ku ne kemi përmendur rreshtet e shiut. Madje do sugjeroja për gjithë territorin e vendit që sërish mos ta ndani çadrën, sepse ndonjëherë shiu na bën edhe surpriza dhe na vjen krejt papritur. Kështu që në Shkodër sot dhe nesër, sikurse edhe përmenda, do të kemi rreshtë shiu me intensitet mesatar deri në të lartë, temperaturat do të shkojnë nga 4 gradë minimalja ditën e sotme në 6 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri dhe nesër nga 4 gradë në orët e para të ditës në 8 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Shënohet një rritje temperaturës maksimale ditën e nesërme në raport me të premte. Shkoj mëtej nga Lezhë nga Shkodra ndjes në Lezhë dhe vërejmë që kemi rreshtë shiu sot dhe nesër me një intensitet mesatar deri në të lartë me temperatura që shkojnë ditën e sotme
nga 6 gradë minimalja në 10 gradë Celsius më e larta që regjistrohet pikërisht për gjatë orareve të mesditës dhe nesër temperaturat do të jenë të tilla. 5 gradë në mëngjes herët dhe 11 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Vijojmë tashmë me vendet e rajonit, ndalemi së pari në Shkup. Në Shkup dita sot do të jetë mes kthjellimeve dhe vranësirave të alternuara të dyja me njëra tjetrën, me temperatura që shkojnë nga -1 gradë minimalja në 3 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri dhe nesër do të mbërinë rreshtet e Borës dhe temperaturat do të jenë të tilla. 1 gradë në mëngjes herët dhe 3 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Nga Shkupi ndalemi tashmë në kryeqytetin e Kosovës, jemi në Prishtinë, temperatura me minus sot dhe nesër, megjithatë patjetër mund ta bëjmë një diferencë kur flasim për kushtet e motit, sepse sot kemi një ditë gri me vranësira por pa reshje shiu, ndërkaq ato do të përshkrojnë qytetin ditën e nesërme dhe temperatura do të jenë akoma edhe më të ulta nesër në raport me ditën e sotme. Konkretisht, -1 gradë, 2 gradë Celsius maksimalja janë temperaturat në Prishtinë ditën e sotme dhe nesër nisin me -3 gradë në orët e para të mëngjesit dhe arrin 2 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Diferenca vret pikërisht tek temperaturat minimale në nisje të ditës. Shkojmë në vim nga Prishtina në Milano. Sot dhe nesër kemi kthjellime dhe vranësira të alternuara të dyja me njëra tjetrën, me temperatura që ditën e sotme do të shkojnë nga -3 gradë minimalja në 5 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri dhe nesër nga -1 gradë në orët e para të ditës. Temperatura më e lartë që do të regjistrohet në Milano do të jetë 8 gradë Celsius, çka është disi më e lartë në raport me ditën e sotme. Kemi një përmirësim të kushteve të motit dhe të temperaturave nga sot nesër në Milano. Vijojmë me Brukselin tashmë. Në Bruksel sot dhe nesër kemi rreshtje bore, nesër sasia e tyre do të jetë më e dendur, pra do të kemi rreshtje bore më të dendura për gjatë ditës së nesërme. Kjo kuptohet edhe për shkak të temperaturave që do të jenë ndjeshëm më të ulta në raport me ditën e sotme. Konkretisht, sot temperaturat shkojnë nga -2 gradë minimalja në 5 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri dhe nesër nga -5 gradë në orët e para të mëngjesit në 0 gradë Celsius që do të jetë edhe temperatura më e lartë që do të regjistrohet në Bruksel. Nga Brukseli ndalemi tashmë në Paris. Sot kemi rreshje shiu në Parisin e bukur që mbetet po njëjtë tërheqës edhe në ditë të tilla kur kushtet e motit nuk janë fort favorizuese. Temperaturat shkojnë mëngjesin e sotëm nga 3 gradë minimalja në 7 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri dhe nesër kemi kthjellime dhe vranësira të alternuara të dyja me njëra tjetrën. Por lajmi mirë është patjetër që nuk kemi rreshje shiu, kushdo që ka bërë plane për të udhëtuar në këtë qytet. Temperaturat do të jenë pak më të ulta në raport me ditën e sotme, 0 gradë do të nisin orët e para të mëngjesit dhe do të arrijnë 5 gradë Celsius për gjatë orareve të mesditës. Dhe për ta mbyllur me parashikimin e motit, do ndalemi në New York. Kemi sot kthjellime dhe vranësira, prezenca e vranësirave ç'është e drejta është e ulët. Dhe temperaturat do të shkojnë nga 3 gradë minimalja ditën e sotme në 10 gradë Celsius më e larta që regjistron termometri, ndërkohë që nesër do të kemi rreshje shiu me një intensitet mesatar deri në të lartë me temperatura që shkojnë nga 6 gradë minimalja në 10 gradë Celsius më e larta që do të regjistrojë termometri. Dhe siç e dini, me New Yorkun mbyllim edhe parashikimin e motit.